Numërimi mbrapsht për fermerët e edicionit të dytë të Ferma VIP ka nisur. Tensioni dhe emocionet janë të pandalshme për 3 finalistët e shpallur tashmë, por edhe për 4 fermerët që ende luftojnë për një vend në finale. Jo, mërë nuk më i marrën të tine, se dëmë falë që apëtën. Në një garë të ashpër për të fituar çmimin e madh janë Erandi, Big Mama dhe Big Basta që kanë siguruar një vend në finale. Ata kanë treguar forcë, guxim dhe strategji në çdo fazë të lojës. Gjitha materialet e mundshme për të ndërtuar dy. Megjithatë, gara për të prekur finalen nuk ka përfunduar edhe për 4 fermerët e tjerë të mbetur në lojë: Yllin, Anduelin, Andrean dhe Elinarën. Këta dy të fundit sonte do të kenë një përballje vendimtare ku është publiku ai që përmes votës vendos se cili prej tyre do të ndërpresë përfundimisht mundësinë për të vijuar rrugëtimin deri më datë 20 qershor. Hajde mirupafshim tash, bëni çfarë doni. Zhvillimet e fundit në Ferma VIP kanë qenë mjaft dinamike. Strategjitë e lojës kanë arritur nivelet më të larta, pasi çdo lëvizje apo shfaqje dobësie mund të ketë pasoja të drejta te çdo konkurrent. Në përpjekje për të mbajtur pozitat e tyre, fermerët kanë treguar një angazhim maksimal. Me vetëm 5 ditë të mbetura deri në përfundim të kësaj gare, tensioni është tejet i lartë dhe askush nuk mund të parashikojë se kush do të jetë fituesi i këtij edicioni. Por një gjë është e sigurt, spektakli do të arrijë kulmin e tij dhe do të mbetet në mendjen e publikut për një kohë të gjatë. Por më shumë zhvillime ndiqni natën gjysmë finale dhe përgatituni për një finale të jashtëzakonshme vetëm në ekranin e Vision Plus dhe 2 kanalet e dedikuara të platformës Stream.